Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Kemë thënë që ura e siratit i përnjëson urave të dunjos vetëm se me emërtim, mirë po me realitet jo. Për shkak se ura e siratit është më usicimja, më imprese sa tehu i shpatës, është urë e cila këmbar rrashjet shumë lehtë, errësirë, edhe anësh ka kongja, ka grepa ndryshme që Allah subhanahu wa taala i ka bot tjenë aty në atë vend me qëllim që ta lëndojnë ose do të thotë që të marrin nga mishi dykujt, edhe shtoja asaj që ura është e vendosur mbi zjarmin e xhenemit, poshtë është xhenemi, është urë, do thotë e trishtueshme. Ai i cili e kalon janë besimtarët, kurse jo besimtarët thamë që bien para se të vendoset ura mbi xhenem. Hipokritët fillojnë bashkë me besimtarët, mundohen që ta kalojnë, po megjithatë do bien. Me lejen e Allahut, nuk ka mundësi që të shkojnë deri në fund. E çka ndihmon besimtarin në ato momente që ti lehtësohet kalimi i urës siratit. Normalisht nuk është e lehtë, vetëm se paramendimi i asaj që është përshkruar në hadithe, njeriu e trishton. Realisht është realitet që ne secili prej neve do ta përjetojmë. E cila është mënyra më e lehtë që besimtari ta kalojë, për shkak se njerëzit nuk do të jenë të njëjtë. Disa prej tyre do të jenë që e kalojnë me shpejtësinë e vetimës, e disa do jenë me shpejtësinë e kuajve, disa do thotë sikurse kalorçe, disa sikurse ata që varpojnë kështu me radhë. Derisa ai fundit i cili kalon për urën e siratit është një person i cili hec, do thotë zhak me këmbë dhe me dur, e herë e prekin nganxhat, e herë e prek zjarmi i xhenemit deri mos e kalon. Normalisht ai i cili e kalon ai shpëton. Do të hyjë në xhenet, po megjithatë atë që e përjeton është e trishtueshme edhe shumë e rëndë. Unë i përmenda se cilat janë veprat, disa normalisht, për shkak se ka shumë vepra. Nëse besimtari kapet për to me lejen e Allahut, do t'i lehtësohet kalimi mbi urën e siratit. Edhe thash, edhe një herë po e përsëris. Nuk do t'i përmendi hadithet që kanë ardhur dhe në to ka përgëzime për xhenet. Për shkak se ka mundësi edhe kur ka përgëzim për xhenet, besimtari mundet që të hyjë në xhenem shkaku i gjuna që ka bë pastrohet e pastaj hyjë në xhenem. Krahas do thot argumenteve tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga zjarmi i xhenemit, ku ai ka të garantuar se ky person do jetë i mbrojtur nga xhenemi. E nëse është i mbrojtur nga xhenemi, atëherë ky edhe urën e siratit e kalon me lehtësi, me lejen e Allahut azza wa jall. I përmenda disa prej veprave dhe sonte shkurtimisht do t'i përmendja disa. Prej veprave që e ndihmon besimtarin për me kalu urën e siratit është mbrojtja e nderit muslimanit. Veçanti kur muslimani nuk është prezant. Edhe mbrojtja e muslimanit kur dikush e akuzon me të padrejtë dhe qëllimi i tij është ta përbuzë ata në çmuje. Nëse një musliman fol keq për një musliman tjetër, e përgojon ose akuzon ose shpif për të, muslimani ka obligim që ta mbrojë vëllain e tij musliman. Nëse ai bën një gjë të tillë, atëherë Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblejë sipas veprës që ka bën këtë dunjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se kush e mbron derin e muslimanit, normalisht deri i muslimanit është i shenjtë, sikur se gjoku. Ta kush e mbron derin e muslimanit, Allahu subhanahu wa taala do t'ja mundsojë që kjo të jetë për të mburojë nga zjarmi i xhenemit. Me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush e mbron derin e muslimanit, Allahu do t'ja mbrojë fytyrën nga zjarmi i xhenemit ditën e kiametit. E normalisht ai i cili e kalon urën e siratit, nëse i mbron fytyrën nga zjarmi i xhenemit, do thotë që ai person e kalon shumë me lehtësi urën e siratit. Po ashtu pejgamberi sa me një hadith tjetër tha kush e mbron derin e muslimanit duke mos qenë prezant në atë vend, Allahu e ka hak që ta lirojë nga zjarmi i xhenemit. Personi i cili më shumti që vanohet edhe se nhecen në për urën e siratit është personi i cili ngarkohet ose ngadalsohet shkaku i gjunave të tij. Andaj është shumë problem njeriu dikush ta ndalidhet çështjen e hakut të tij ditën e kiametit që takohet njëri me tjetrin mbi urën e siratit. Ebu Sulejman ad-Darani thoshte rahimullah, thoshte nëse dëgjon një njeri i cili i thot tjetrit se unë edhe ti takimin tonë e kemi ditën e kiametit te ura e siratit, dije që ky realisht nuk e ka kuptuar mirë çfarë do thotë ura e siratit. Për shkak se sigur ta kishte kuptuar mirë realitetin e urës së siratit, kur nuk kishte me lidh drejtën e tij ose drejtën e dikujt me qëndrimin e tyre në urën e siratit që m'ia marr hakun njëri tjetrit. Për shkak se është e trishtueshme, ka mundësi vende tjera dikundi për më ndal edhe për mi diskutu meselën e drejtave se cili kush çka ka bë. I kërkon hak po, ka vende tjera, mirë po mbi urën e siratit asesi jo. Për shkak se kush qëndron mbi urën e siratit,
e ka në majtë dhe nxatë, i ka ganxhat, i ka grepat, edhe plus asaj poshtë e ka zjarmin e xhenimit. E thashtë errësirë e madhe. E ky njeri i cili realisht e lidh hakun e tij me dikant tjetër, që marrë hakun ditën e kiametit me urën e siratit, realisht thot nuk e njeh çfarë do thot ura e siratit. E kush e mbron vëllain e tij, edhe nuk e lejon ky person, nuk e lejon që dikush ta cenojë nderin e vëllait të tij musliman, Allah Zogjel do thot, Allah Zogjel do t'ja mundsoje që ta kaloje urën e siratit. Madje me një tjetër pejgamberi sa tha, kush e mbron besimtarin nga hipokriti, meleku ditën e kiametit do të marrë, do t'ja mbroje mishin e tij nga zjarmi i xhenimit. Edhe kush e akuzon një musliman me të padrejt, i bën akuzë, i bën shpifje, edhe dëshiron që ta poshtroje, ta përbuzë, ta nënçmoje atë, ditën e kiametit Allahu do ta ndale mbi urën e siratit derisa të pastrohet ai person. E nëse ti mendon se akuzën që e bën një vëllaut musliman, edhe shpif, edhe akuzon, mendon se let do të shpotosh gabon, për shkak se me të ndalë Allahu mbi urën e siratit, do thotë kjo është dënim shumë i rëndë, shumë i madh. Mjafton vetëm si që e shef xhenimin, plus asaj e përjeton nxehtësinë, plus asaj i ke ganxhat që të prekin, nuk lojnë, do thotë me kalu let, edhe ti do qëndrosh derisa të pastrohesh nga ajo fjalë që e ke thonë për vëllai tën musliman. Vepër tjetër e cila shpëton besimtarin nga ura e siratit ose nga djegja urën e siratit është sadakaja dhe fjala e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, vendosni diçka mes juve dhe mes zjarmit xhenemit, le të jetë mburoj, qoftë edhe me gjysmë hurmë. Nëse ti dëshiron që mbrohesh edhe mendon se duhet patjetër me dhon pasuri shumë, gabon, për shkak se realiteti nuk është i tillë. Realiteti është se ti mundo për me dhon leqet për Allah, qoftë edhe gjysmë hurmë. Qëllimi është gjysmë hurmë, do thotë pak, qoftë edhe 10 rap, 20 rap, ose 1 frank, nuk lun rol. Mirë po te Allah Zogjel ajo rritet edhe shumohet edhe shumë fishohet. E kjo ka mundësi që të bie sebeb që ditën e kiametit Allahu ta lehtësojë kalimin mbi urën e siratit edhe ta kalosh sa më shpejt. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sa kush ka mundësi për juve, ndonjëri që të mbrohet nga zjarmi i xhenimit, le ta bëje atë, qoftë edhe me gjysmë hurmë. As e ka mundësi, nuk ka më shumë. Dikush ka mundësi më shumë me dhon, dikush ka më pak, ky person nuk ka. Çaq. Gjysmë hurmë, po çajo gjysmë hurmë me lenë Allahut, ajo gjysmë hurmë që tjetër në mbleson e neglizhon, ka mundësi me qenë sebeb që Allah Zogjel me të mbrojt nga zjarmi i xhenimit edhe nga gjegja e urës siratit. Kur pejgamberi sa me përmendte zjarmin e xhenimit, kërkonte mbrojtje. Edhe pejgamberi Allahut Azza kur kërkonte mbrojtje, e lakonte fytyrën e tij. Sikurse e shikonte përpara zjarmin e xhenimit, edhe kur kërkonte mbrojtje, thoshte Allahumma inni a'udhu bika minan nar, ose të kërkoj mbrojtje nga zjarmi i xhenimit, e lakonte kokën e tij ngjatë. Herën e dytë njëjtë, edhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta keni frikë nga zjarmi i xhenimit, qoftë ajo edhe me gjysmë hurmë, e nëse nuk keni mundësi me një fjalë të mirë. Një fjalë e mirë që është sadaka. Fjalë e mirë që te ti ndoshta nuk lun rol pesh, mirë po te qetri po. E te Allah Zogjel shkruhet si sadaka, edhe ajo do jetë shkak që ti ta kalosh urën e siratit me lehtësi me lenë e Allahut Azza. Vepër tjetër është agjerimi. Pejgamberi Allahut Azza tha që agjerimi është mburoj dhe është fortifikat e fort e fortifikuar nga zjarmi i xhenimit. Ai i cili agjeron edhe mundohet që t'i afrohet me agjerim Allahut Azza, veçanti ata që nuk kanë problem me agjerimin. Se janë disa njerëz të cilët agjerojnë let. Let agjerojë sa më shumë, për shkak se agjerimi i tij do jetë shkak që Allah Azza më largu fytyrën e tij nga zjarmi i xhenimit. E kush e ka këtë mundësi, dhe Allah Azza ja ka dhënë këtë aftësi, mos t'i largohet agjerimit, po let ta shfrytëzojë maksimum. Tanë tente, ditët e bardha, kur ka mundësi për me agjeru nafile. Sepse me të vërtet, agjerimi është mburoj edhe fortifikat e fort nga zjarmi i xhenimit. Po ashtu, vepër tjetër që besimtarin e mbron nga zjarmi i xhenimit gjatë kalimit urës siratit, është të qarit nga frika e Allahut Azza wa Jall, roja në rrugt të Allahut Azza wa Jall, edhe poshtë ulja e shikimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që nuk hy në xhenem ai person i cili qan nga frika e Allahut Azza wa Jall. Nuk hyn xhenem, nuk hyn xhenem. Ai person i cili qan nga frika e Allahut Azza wa Jall, sikur qumshti që kthehet te gjiri i kafshës, a ka mundësi qumshti mu kthy? Nuk ka mundësi. Nëse te mjel lopën,
edhe del qumshti, a ka mundësi sërish me u kthi në gjirin e saj? Jo, s'ka mundësi. Edhe kështu është personi i cili qan për hir të Allahut Azza wa Jall. Ky person i cili qan, edhe i dolin lot, ky person do jetë i mbrojtur nga zjarmi i xhenemit edhe nuk ka diskutim të. Madje personi që ka përmend pejgamberi Allahut Azza wa Jall se do të jetë në hijen e arshit të Allahut. Një prej tyre është ai i cili vetmohet edhe qan për Allahun. E si ka mundësi ky njeri mu vetmu edhe me qan për Allahun? Padyshim se dashuria për Allahun, që e ngjen në zemrën e tij është shumë e madhe. E kjo dashuri e çon për me kujtu Allahun dhe me ja pas frikën Allahut. E atëherë i rrjedhin lot, se përndryshe nuk ka mundësi me do lot. Me do lot do thot kur njeriu vetmohet edhe i shkon menja diku tjetër. Jo. Ky kur e kujton Allahun çon nga frika e dënimit të Allahut Azza wa Jall. Dhe tha pejgamberi sa nuk bashkohet pluhuri në rrugë të Allahut Azza wa Jall edhe duhani apo tymi i xhenemit në hundën e muslimanit asnjëherë kurrë. Nuk bashkohet pluhuri në rrugë të Allahut, i cili dikush ka marrë një rrugë për diçka që e kënaq Allahun, edhe shpluhuros këmbë e tij nuk bashkohet kurrë te një musliman, edhe nëse i bët hunda e tij me pluhur, nuk ka mundësi me prek duhani ose tymi i xhenimit atë njeriu musliman kurrë. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sa dysy nuk i prek zjarmi i xhenimit asnjëherë. Dysy nuk i prek zjarmi i xhenimit asnjëherë. Syri i cili është lodh duke ruajtur, duke qëndruar në roje për Allahun Azza wa Jall, për hir të Allahut, edhe syri i cili ka qajt nga frika e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu me një ditë tjetër pejgamberi sa tha, tre sy nuk e shohin zjarmin e xhenimit. Tre sy nuk e përjetojnë zjarmin e xhenimit. Mirë, këta persona e shohin urën e siratit. Këta persona e shohin xhenimin, po. Mirë, po nuk i prek zjarmi i xhenimit këta persona. Do thotë që këta persona supozohet që të kalojnë sa më shpejt, sa çelem shel syrin apo me shpejtësinë e vetimës. E tha pejgamberi sa i pari është ai person i cili ka bërë roje në rrugt të Allahut. I dyti është ai i cili ka çajt syri i tij nga frika e Allahut dhe i treti është ai i cili ka ul shikimin nga harami. Normalisht kjo e treta është një prej problemeve bashkëkohore të cilat zakonisht ballafaton musliman, për shkak se është mbytyje e epshi i tyre. Kjo vlen edhe për burrat edhe për gratë. Se ajetet kur ka nërë përgjithshme. Nuk ka nërë vetëm se për burrat që burri ta uli shikimin e tij e gruaja jo. Kjo vlen edhe për burrin edhe për gruan. Ai personi i cili e ul shikimin e tij, Allah do ta shpërblejë sipas veprës që e ka bën dunjë. Ai e ka ul për Allahun, Allahu ja ruan shtyrin e tij ditën e Kiametit, që mos na prekë zjarmi i xhenimit asesi. Vepër tjetër e cila i ndihmon besimtarit ta kalojë sa më lehtë urën e siratit është morali i mirë me njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë që transmeton Ibn Mesudi thotë, aty u tregoj se kujt i ndalohet ta prekë zjarmi i xhenimit. Ky person ose zjarmi i xhenimit nuk e prek, ose atij personi i ndalohet që të hyjë në xhenem. Kush është ky? Tha pejgamberi sallallahu alaihi ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Çdo njeri i cili është i afërt me njerëzit, i butë edhe po ashtu i lehtë. I lehtë, i thjesht, modest. Allah Azza wa Jall e mbron këtë njeri mos ta prekë zjarmin e xhenemit. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sallallahu Allah e ka ndaluar zjarmin e xhenemit ta prekë te çdo njeri i cili është i urtë, i cili është i butë, i cili është i lehtë, i cili është i afër me njerëzit. Ky person nuk ka njeri që e sheh vetëm se e do. Për shkak se realisht është i butë, është i sjellshëm, është i mirë, është i dashur, është modest, është i thjesht, nuk është kryelart, as nuk është do të thotë mendje madh, as nuk shfaq arrogancë, as nuk shfaq vrasësi, përkundrazi, është një njeri i butë që njerëzit e duan e ky pikrisht do të jetë ai i cili do t'i lehtësohet me lenin Allahut kalimin nëpër urën e siratit. Po ashtu, prej veprave është durimi ose shfaqja e durimit në veçanti te vajzat, kujdesi për to edukimi të. Ai i cili ka vajza ose ka motra, nëse kujdeset për to, me lenin Allahut do të marrë shpërblimet më prej Allahut të gjën. Veçanti, nëse personi edukon me Islam, i mëson kujdeset për to derisa të martohen. Ky padyshim se do shpërblet. E shpërblimi i tij është ky. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall tha, kush provohet me diçka nga vajzat. Qëllimi i provës nuk është se ai do ketë musibete. Qëllimi është se ai do ketë lodhje, shkaku i edukimit edhe mësimit edhe kujdesit për to.
Tha dhe bën durim, ato do jenë buroj për te nga zjarmi i xhenimit. Po ashtu tha pejgamberi sa siç e transmeton Aisha, tha se yri një grua me 2 fëmijë, me 2 vajza që i kishte. Edhe ishte e varfër, kërkoi diçka prej Aishës. Aisha nuk kishte çka t'i jep, përveç se një hurm shpinë e pejgamberit sa. Çat hurm i dha, çat hurm e mori, e ndahun 2 pjesë, i dha njërin pjesë njënës vajzë, pjesën tjetër i dha vajzës tjetër Aishës, i lan bresa se çka veproi kjo grua ashtu. Kur erdhi pejgamberi sa i tha, ja kallzoi rastin, edhe i tha pejgamberi se kështu ka ndodhur. Pejgamberi sa tha, kush provohet me diçka nga këto vajza, ato do të qenë buroj nga zjarmi i xhenimit. Kjo grua, realisht, ato vajza që i ka pas edhe ka vujt shkaku i tyre, me lenë Allah do të qenë buroj për te nga zjarmi i xhenimit. Pejgamberi sa tha se kush i ka 3 vajza, edhe bën durim, i ushqen, u jep me pi, edhe poshtu i veshmbath nga pasuria e tij, nga mundi i tij, ato do jenë hijab, do jenë, do thotë, mburoj nga zjarmi i xhenimit ditën e Kiametit. Poshtu tha pejgamberi sa tha, nuk ka njeri nga ummeti im i cili kujdeset për 3 vajzat e tij apo 3 motrat e tij, tha vetëm se sillet mirë me to, e ato do të qenë buroj nga zjarmi i xhenimit me lenë Allahut azza wa jall. Poshtu pejgamberi sa tha, me një hadith tjetër, kush shpenzon për 2 vajzat e tij, apo për 2 motrat e tij, apo familjare që i ka edhe kujdeset ky person, për shkak se nuk ka kush kujdeset për to, edhe e shpenzon pasurinë që e ka derisa ato të bëhen vetë mjaftueshme apo t'u asiguroj atyre jetesën, pejgamberi sa tha, ato do të qenë buroj nga zjarmi i xhenimit. Andaj, nëse ke motra, nëse ke vajza, mos u dëshpëros një herë. Nëse ke vajza që janë familjes tënde, nuk i kanë kushtet e mira, edhe ti kujdesesh për to, me lenë Allah dije se Allah azza wa jall do të shpërblej, e shpërblimi nuk është i vogël. Shpërblimi padyshim që është shumë i madh. Vepër tjetër është durimi kur njeriu sprovohet me ethe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se ethat janë gjyriku prej xhenemit. Edhe ai muslimani i cili sprovohet me ta ose goditet me ta, vetëm se ethat do të qenë hisja e tij nga zjarmi i xhenemit. Do thot ato ethe që i ka përjetu, realisht janë hisja e tij nga zjarmi i xhenimit, ai do pastrohet, edhe nuk do e përjetojë zjarmin e xhenimit në ahiret. Po ashtu kur pejgamberi sa hyri te Saib, e cila dridheshte prej etheve, i tha ja Saib, çka ke? Pse po dridhesh? I tha ja Rasulullah, ethat, tha Allah mos i bekoft. Tha pejgamberi sa tha mos i shaj, tha ethat. Kjo kallzon do thotë që ndalohet njeriu mi shaj ethat. Tha mos i shaj ethat, sepse ethat realisht i shlyhen gjunat e birit Ademit, sikurse xhiriku që e largon dryshkun e hekurit. Ato ethe që njeri përjeton, realisht janë pastrim nga gjunat. Vepër tjetër është çurja e salavateve për pejgamberin sa veçanti kur përmendet ai. Kur përmendet pejgamberi sa besimtari duhet me çu salavate. Nëse besimtari i çon vazhdimsi dhe për kujdeset që çdo herë kur përmendet pejgamberi sa me çu salavate, ai do ketë përgëzim me lenë e Allahut azza wa jall. Përgëzimi është shpërblimin që pejgamberi Allahut azza wa jall ka premtuar. Tha pejgamberi sa tha kur përmendem me një mezhlis ose me një vend, edhe nuk çon ai salavate, vetëm se e ka gabu rrugën e xhenetit. E shikon mundsi njëri me gabu rrugën e xhenetit. Shikon mundsi që njëri me gabu rrugën e xhenetit. Kjo do të thotë që ai nuk ka mundsi për me kalu urën e siratit. Për shkak se pas kalimit urës siratit vjen xheneti Allahut azza wa jall. E ai i cili nuk i çon salavate pejgamberit sa e realisht është pikpyetja a ka mundsi me kalu urën e siratit apo jo. Me një ditë tjetër ka thonë pejgamberi, kush harron me çu salavate kur përmendem ose kur përmendet pejgamberi sa ai e ka gabu rrugën e xhenetit. Thonë ulemat, personi i cili harron, a ka përgjegjësi? Jo. Po qëllimi është kush nuk i çon me qëllim salavate pejgamberit sa përmendet edhe nuk i çon salavate. E atëherë ky person është pikpyetja do ta kalojë urën e siratit apo jo. Megjithatë thonë ulemat, a obligohet njeriu çdo herë kur përmendet pejgamberi me çu salavate? Thonë jo. Megjithatë mbetet në rrethin e asaj që pëlqet, se nëse me një vend, me një mezhlis, me një ndeje, përmendet shumë herë pejgamberi sa edhe njeriu ndoshta harron ose nuk i çon ndonjëherë,
me lenë Allahut nuk është problem. Po në përgjithësi duhet me qenë ai i cili përkujdeset. Nëse përkujdeset, çdo herë për miqu, atëherë me lenë Allahut do e marrë kesh problem. Është rrezik tjetër. Hadithi më njoh ku pejgamberi sem kallzoi që erdhi Xhibrili. Edhe hipin minber. Hapin e parë që e bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin. Hapin e dytë amin, hapin e tretë amin. E sahabët u çuditën e i thanë ja Rasulullah, i kalove 3 shkallë dhe thove amin, pse? Tha erdhi Xhibrili edhe më tha, o Muhammed, tha kush për juve, tha e takon njërin prej pleqve ose do thot prej prindërve në pleqëri, edhe ndron jetë, edhe ky nuk e fiton xhenetin, Allahu e largoft. Tha thuaj amin, thash amin. I tha Muhammed, kush e arrin muajin e Ramazanit, edhe del prej Ramazanit pa ju fal, ndron jetë edhe nuk hyn xhenet, Allahu e largoft nga rahmeti i tij. Thuaj amin, thash amin. Edhe tha Muhammed, ku përmendesh ti me një mezhlis, edhe nuk çojnë salavate për ty, dhe ky person ndron jetë, edhe hyn xhenem, Allahu e largoft prej rahmetit e tij. Thuaj amin, thash amin. Këto 3 çështje janë çështje serioze, të rrezikshme, është paralajmërim prej pejgamberit se njeriu duhet me pas kujdes kur ashin pyetje çështja, do thotë agjerimit e prindërve dhe poshtu për miqu salavate pejgamberit. Vepër tjetër është tekbiri fillestar me imamin. Ai i cili mundohet me ardh me xhamat, edhe mundohet për me fal namazin me xhamat, edhe mundohet që me zon tekbirin fillestar, ky person do ketë shpërblim të madh. Ky person do i ketë 2 mbrojtje. Njëra nga zjarmi i xhenemit dhe mbrojtja e dytë do jetë mbrojtja e hipokrizisë. Nëse personi 40 ditë arrin me i fal 5 kohrat e namazit, edhe e zet tekbirin fillestar me imamin, prej këtij personi pritet që të shpërblehet me lenë Allahut. E para, Allahu e mbron nga zjarmi i xhenemit, do thotë që ulën e siratit e kalon let, edhe e dyta është që ky person nuk preket nga hipokrizia. E ai i cili ka frikë se do bëhet hipokrit, ose nuk do me pas hipokrizin në shpirtin e tij, let mundohet 40 ditë të falë namazet me rregull me xhamat me tekbirin fillestar. Pejgamberi sa tha, kush i fal për Allahun 40 ditë me xhamat, edhe e zet tekbirin fillestar, vetëm se aty do i shkruhen 2 shpagime ose 2 mburoja. E para nga zjarmi i xhenemit dhe e dyta do të jetë nga hipokrizia. Thoshte për Ibrahim an-Nakhai, ka thonë në atë periudhë, nëse e shef një njeri i cili e neglizhon tekbirin fillestar, loj dur për atina. Nëse e shef një njeri që nuk vjen më fal me xhamat, edhe nuk e zet tekbirin fillestar, loj dur për atina. Ata e kanë po musibet, nëse të hik namazin me xhamat, ata e kanë po që kjo është musibet. Prandaj disa kanë thonë që nëse unë vdes fëmia, sa kanë marrë me ngushëllu 10.000 persona. Nëse unë hik namazin me xhamat, sa persona kanë marrë me ngushëllu, kur kush veshnja i ka shku. E ka thonë, kjo është musibeti më i madh. Për ta, mi hik namazin me xhamat, u kon musibeti më i madh. E thoshte ose ashtu thon për Said ibn al-Musayyib, rahimullah, që 40 vite ka fal namazin me xhamat, si ka hik asnit tekbir fillestar, edhe ka qenë i pari në safin e parë xhamin e pejgamberit. 40 vjet, jo një ditë, 40 vite. Dikush thot, po si ka mundsi? Ka mundsi. Për ata shka do, ka mundsi. Vepër tjetër është përsosja e abdesit. Normalisht që përsosja e abdesit kur njeriu merr abdes, abdesi i tij i haruan gjymtyrët nga zjarmi i xhenemit. Nuk i prek zjarmi i xhenemit pjesë që janë la, pjesë të abdesit. Prandaj besimtari duhet me përsos abdesin e tij. Një ditë prej ditëve pejgamberi kur morën disa prej sahabëve abdes, nuk i lajtën këmbët e tyre mirë dhe mbet diçka pa u lajtë të thembra e tyre. Pejgamberi u atërhoqi vërejtjen atyre dhe tha, mirë për këto thembra nga zjarmi i xhenemit. Mirë për këto thembra nga zjarmi i xhenemit, do thot pjesë që i ke la, nuk i prek zjarmi i xhenemit, po pjesa e cila ka mbet pa u la, ajo pjesë do përfshihet nga zjarmi i xhenemit. Prandaj tha pejgamberi përsos në abdesin. Abdesin merret tamam si duhet për me marr abdes. Nëse nuk e merr, atëherë është problem. Pikpyetja është edhe namazi, realisht. Nëse është më shumë se sa një dinar, se sa do thot dinari, po do thot një frank,
dikun jam kuton, atëherë do thotë ulemat thonë që ky person duhet me ripërsërit abdesin edhe namazin e tij për shkak se realisht aja shfal pa abdes. Po ashtu, prej veprave tjera është përhapja e selamit, dhënia e ushqimit edhe namazi natës. Abdullah ibn Selam kur e tregon rastin e vet kur e kanë prit pejgamberin sa që kanë në Medinë. Thot e pash fytyrën e tij, nuk ishte fytyrë gënjeshtari. Njerëzit dolën për me prit, thanë po vjen Muhamedi, po vjen i dërguari i Allahut. Tha fjalët e tij të para që ishin kur hyrin në Medinë, tha e juhan nas, efshu selam, o ju njerëzi, përhapni selamin, wa at'imu ta'am, edhe jepni ushqim, wa sallu wan nasu niyam, dhe bëni namaz kur njerëzit flin, tadkhulun al-jannata bi salam, do hynin xhennetin e Allahut me paqe. E thonë në mot me çfarë paqe? Kur ai xhennet realisht është paqe, thuhet që ky person do e kaloj urën e siratit shumë lehtë, me lehtësi. E ky person nuk do përfshihet nga zjarmi i xhenemit, po do hecë shumë shpejt edhe do hije në xhenetin e Allahut me paqe pa u prek nga zjarmi i xhenemit. Po ashtu, për veprave tjera është kërkosh mbrojtje nga zjarmi i xhenemit. Thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e kërkon xhenetin prej Allahut 3 herë, atëherë thot xheneti o Zot, jepja ose fute këtë xhenetin tan. Kurse ai i cili kërkon mbrojtje 3 herë nga zjarmi i xhenemit, atëherë i thot zjarmi i xhenemit o Zot, mos e fut ose o Zot shpëtoje këtë nga zjarmi i xhenemit. Do thot që prej te e kërkot luqe sinqert që Allah Zogjel truje nga xhenemi edhe ta jope xhenetin. Po ashtu pejgamberi sa e kishte tradit namazin e tij pas të shehudit, edhe kjo është edhe porosia e tij për umetin që të kërkojnë prej 4 gjërave mbrojtje. E para thoshte pejgamberi sa Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Zot, kërkojmë mbrojtje nga zjarmi i xhenemit. Wa min adhabil qabr, edhe nga mbrojtja nga dënimi në varr. Wa min fitnetil mahya wal mamat, dhe po ashtu nga sprova e dunjos dhe sprova e vdekjes. Wa min sharri fitnetil mesihid dajjal, dhe nga sherri i dejxhallit nga sprova e tij. Këto 4 janë ato që pejgamberi në vazhdimsi ka kërkuar mbrojtje. Dhe fundit është lirimi i një sklavi, apo lirimi do thot i një robi. Pejgamberi sa tha kush e liron një rob musliman, Allahu do t'ja lirojë atij për çdo pjesë trupit tij. Ashtu si e ka liru, ashtu do lirohet edhe ai. Çdo organ, çdo pjesë e trupit tij, madje organi i tij me organin e tij. E kështu në këtë formë ai do mbrohet. Tash normalisht nuk ka sklever, mirë po ka shumë vepra që nëpërmjet atyre ka mundsi njeriu t'i lirojë ata sklever, po nuk do hindo të këtë për shkak se është tema e gjerë. Besoj që mjafton me kaq. Këto ishin disa prej veprave që ndihmojnë besimtarit ta kalojë urën e siratit me lehtësi. Elos Allahun që Allah Zogjel na mundsoj që ta kalojmë sa më lehtë. Elos Allahun që na mëshiron nga gjunat e na pastron. Dhe elos Allahun që na mundsoj që të shtojmë veprat e mira me qëllim që të kalojnë për urën e siratit me lehtësi. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.